Ilirët, një grup i lashtë fisesh, dikur sundonin rajone të gjera të Ballkanit Perëndimor. Ata ishin të njohur për strukturën e tyre të fortë fisnore dhe për aftësitë e tyre të jashtëzakonshme në luftë tregti. Duke u shtrirë nga Slovenia e sotme deri në Shqipëri, trojet e tyre ishin shumë të rëndësishme në historinë e lashtë evropiane. Këto territore përfshinin male të larta dhe bregde të gjatë, duke ofruar mbrojtje natyrore dhe mundësi të mëdha për tregti. Le të fillojmë me hartën e vitit 1000 para Krishtit. Kjo periudhë paraqet fillimet e organizimit të fiseve ilire dhe vendosjen e tyre në rajone strategjike. Këtu mund të shihni fiset ilire që zënë zonat malore dhe bregdetare, të përshtatshme për mbrojtje dhe tregti. Këto vendodhje strategjike u lejuan atyre të zhvilloheshin dhe të krijonin lidhje të forta tregtare me qytetërinë të tjera. Vendodhjet e tyre strategjike u lejuan atyre të lullzonin si luftëtarë dhe detarë të Zotit. Ilirët ishin të njohur për aftësitë e tyre në ndërtimin e anijeve dhe për gushimin e tyre në det. Tani shkojmë në vitin 400 para Krishtit dhe shohim ngritjen e mbretërisë ilire në mbretin Bardhyll. Ky ishte një moment kyç në historinë e ilirëve, kur ata filluan të zgjeronin ndikimin e tyre në rajon. Harta tregon zgjerimin, me kufi që shtyhen në Maqedoni dhe Epir. Ky zgjerim tregonte fuqinë dhe ambicjet e ilirëve për të kontrolluar territore të reja dhe për të ndikuar në politikën e rajonit. Kjo periudhë shënoi një kohë të artë, me një kulturë të lullzuar dhe ndikim të rëndësishëm. Ilirët zhvilluan artin, arkitekturën dhe tregtinë, duke krijuar një trashëgimi të pasur kulturore. Tani, le të shohim epokën romake, rreth vitit 100 para Krishtit. Kjo periudhë shënoi fundin e pavarësisë ilire, por jo fundin e ndikimit të tyre. Harta zbulon pushtimin romak të territoreve ilire. Megjithatë, ilirët vazhduan të luanin një rol të rëndësishëm në perandorinë romake, duke kontribuar në ushtri dhe administratë. Pavarësisht rënies, ilirët lanë një gjurmë të pashshirë në histori, duke kontribuar në mozaikun kulturor të perandorisë romake. Ata solën traditat e tyre dhe ndikuan në kulturën romake në shumë mënyra. Pra, herën tjetër që mendoni për Evropën e lashtë, kujtohuni për ilirët dhe historinë e tyre të pasur. Ata ishin një pjesë e rëndësishme e mozaikut të qytetërimeve të lashta dhe ndikimi i tyre ndihet edhe sot. Hartat tregojnë historinë e tyre, një histori qëndrese dhe ndikimi. Faleminderit që na ndoqët. Shpresojmë që ky udhëtim nëpër territoret ilire t'ju ketë të frymëzuar për të mësuar më shumë rreth këtij civilizimi të lashtë dhe të rëndësishëm.